Po është kërkuar që të rregullohen oraret e hedhjes së mbeturinave, por është kërkuar dhe në vite edhe të saktësohen vendet e pikave të kazaneve, që vendoset me VKB. Ne akoma nuk kemi një hartë që saktëson kazanet ku janë të vendosura me vendim të Këshillit Bashkiak dhe lëvizin sipas dëshirës së tyre. Pse nuk i kemi dëgjuar qytetarët këtëherë që kërkojnë zhvendosje kazanës ose janë bërë lagje të reja dhe kazanet nuk janë shtuar. Ka disa lagje që mblidhen në një pikë hedhin mbeturina dhe është problem. Po për këtë gjë, pse nuk janë marrë masa? Por kjo është e vetmja dëgjes, po them që u bë një muaj para, ajo lajmërimi, sigurisht në një risi e madhe që po sillim. Po nuk është respektuar asnjëherë një muaj para, asnjëherë. Unë e them që kjo është rregulloria, kështu është e vërtet. Po për pikërisht, se është e parëndësishme, kurse gjërat e rëndësishme që ka punë për të bërë, që saktësohen me VKB vendet e kazanëve nuk bëhet, se është punë administrate dhe nuk i bëni dot këto. Vetëm na sillni këto blerje dhe këto gjërat, kurse punë të vërtet nuk bëni. Në mbështetje të fjalës që tha dhe kolegu Brahimaj, ne kemi të gjitha vitet që janë diskutuar problematikat e pastrimit në qytet, kemi kërkuar të bëhet një hartë e re e vendosjes koshave të mbeturinave. Akoma nuk ka ndodhur. Unë nuk besoj se është në një punë e vështirë që administrata duhet ta bëjë. Sepse po pra jo vetëm për qytetin, për gjitha, sepse janë shtuar shumë dhe strukturat akomoduese dhe koshat e mbeturinave shpeshherë janë ngjitur me strukturat akomoduese. Është e pajustifikueshme që atje ku ka turist, atje ku ka pushusa, të jenë koshat e mbeturinave që gjenerojnë aq shumë mbeturina dhe atë ndotje të ambientit me erëra e me të tjera gjëra. Ta mbaj shënim administrata dhe ta vërë detyrë. Ju lutem shumë, është i treti vit që unë jam këshilltare bashkë me kolegët e tjerë, që po kërkojmë, kemi marrë shqetësimet e qytetarëve dhe po kërkojmë të bëhet harta e re e vendosjes së kazanëve të mbeturinave.